Ura e Karicës, që është pjesë e rrugës nacionale Burrel-Skuraj, vijon të jetë bllokuar për kalimin e mjeteve të tonazhit të rënd. Pranë saj është planifikuar të ndërtohet një urë e re me projektin e ndërtimit të 24 urave në të gjithë vendin, por edhe pse kanë kaluar afro 3 vite nga bllokimi i saj, në terren nuk ka nisur puna për ndërtimin e urës së re. Drejtuesit e mjeteve dhe banorët vijojnë t'u bëjnë apel institucioneve që të nisë sa më shpejt puna për ndërtimin e urës së re, pasi po rrezikojnë jetën çdo ditë duke kaluar mbi urën e vjetër. Sipas drejtuesve të mjeteve, ura nuk ka asnjë siguri pasi është ndërtuar rreth 70 vite më parë dhe është shumë e amortizuar, si nga ana e qëndrueshmërisë ashtu edhe nga mbrojtëset anësore. Apeli banorëve që kalojnë çdo ditë mbi këtë urë shkon për autoritetin rrugor shqiptar dhe institucionet e tjera që kanë përgjegjësi. Unë nuk e di se të bëjt, vetëm kanë thënë do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër, se kur do ta bëjmë nuk e di. Vetëm ura rrezikoj jetë njerëzve, banorët, edhe këto që kalojnë kamë. Është shumë e rrezikshme, kamë janë të dëmtuar. Është çana anësore, nuk ka as mbrojtësi anësore, as siguri nuk ka fare. Ka këto që kanë bllokuar ka 2 vjet gjysmë 3. Do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër, dëshirë fondi se dëshirë nesër nuk e di se kur. As dëshirë do të bëjmë. Qeverisë i bëjmë thirrje që të ndërhin sa më parë. Që ta rregulloj këtë rrugë edhe për komunitetin. Me del me pasha gjenalt në me kam të qështë del. Me del me pasha gjenalt. Që është rrezik bash. Po nuk e rregullojnë se janë të hangur një herë, atëre kur të frehen, inshallah e bëjnë dhe gjokana. Për ti që tu s'kimi ka shkëm të rrugëna. Vesh me shku më kam, që të rrugë s'ka. Po shtetit qëft me e ku, se ato u marë hismet për vete, se për nesë ato u qafis. Hekrët, e 70 vjeta, 80, unë nuk e di, me në rujtë zoti. Do ndërhyj për urgjent. Urgjenca kur ndodhin ai fatkeqësi më e madhe, kom qef ndërhyjnë sa më shpejt, se ka jetë njerëzish, humbi jetë njerëzish. Projekti për ndërtimin nga e para të 24 urave në të gjithë vendin ka nisur që në vitin 2022 dhe deri tani vetëm një urë është ndërtuar. Ky projekt mbulohet nga një huaj e marrë nga qeveria shqiptare tek Banka Botërore në vlerën e $100 milion.